Bashkë me nënkalimin do të bëhet sheshi sipër që ka nevojë dhe skemi asnjë shesh në komunën e Graçanisës. Një ndër vendimet e para kur të vijë kryetar do të jetë formimi apo themelimi i një grupi punues urgjent për të trajtuar çështjen e ambientit. Ne e kemi hartu një program dhe i kemi vendosur prioritetet për 4 vjeçarin e mandatit ton, pra 2025-2029, dhe ndër prioritetet kryesore është nënkalimi në qendër të Graçanisës, sepse aktualisht komuna e Graçanisës, respektivisht qendra e Graçanisës, është në gjendje shumë të rënduar për shkak të mjeteve motorike, kryesisht mjeteve të rënda, pra e vështirëson jetën e qytetarëve në qendër të Graçanisës. Në këtë rast, bashkë me nënkalimin do të bëhet sheshi sipër që ka nevojë dhe skemi asnjë shesh në komunën e Graçanisës, si dhe parkingjet në këtë nënkalim që po ashtu janë mungesë e qytetarëve për shkak të frekuentimit të madh në komunë apo punë të tjera që i kanë çdo ditë në komunën e Graçanisës. Kurse prioriteti numër 2 konsideroj që është ambienti. Kemi telashe të mëdha me lumin Graçanka, me mbetjet e minierës, si dhe me ujërat e zeza në zonën industriale. Këtu mund të them që një ndër vendimet e para kur të vijë kryetar do të jetë formimi apo themelimi i një grupi punues urgjent për të trajtuar çështjen e ambientit. Pra edhe ambienti është një prej çështjeve më komplekse në komunë të Graçanisës. Pastaj e kemi edhe transportin publik, me të cilin e kemi tash një marrëveshje për transport publik me komunën e Prishtinës, nga Prishtina pastaj Graçanisë deri në Kishnis. Atë linjë do ta shpeshtojmë dhe pastaj do ta zgjerojmë, si dhe do ta hapim, do ta themelojmë ndërmarrjen e re publike për transport publik në komunën e Graçanisës. Këto janë 3 kryesorët.